2003-shit. Në atë kohë unë kandidoj Recep Mejdani kundër Fatosit dhe unë isha me Recepin, se këta kanë harru qa partije ka qenë ajo. E kanë harruar e lirë. Po. E kanë harruar qa partije ka qenë. Edhe Edi Rama shkoj mori tesën. Jo si tani, kështu që s'ka asgjë, s'do thas gjë. S'ka normal, po edhe Edi Rama shkoj mori tesën te Kismet Meta. Po e kam pas intervistë Kismet Metën. Kismeti është një miku im i vjetër dhe dalloi sepse ka pas dhe klubin të PS-së e vjetër ku shkonin gjithë për shembull gazetarët ishin gjithë një Kismet. Dhe më tha këtu ku je ti që i thashë do ta shqyrtojmë, tha dhe do ta shqyrtojmë. Edhe ajo ishte PS tjetër ku gjithë kishin drejt, ishin kundërtonin mendimet e tjera, kupton, edhe ai është momenti kur Edi Rama hyn në Partinë Socialiste. Po. Dhe hynë Partinë Socialiste, një parti ku votohej gjithçka, domethënë, edhe kjo që i ka thënë Kismeti do ta shqyrtojmë. Po, kisha këtuar, erdhi ai, më tha, po, i thash, do ta shqyrtojmë, shqyrtuam, tha, ram dakord, tha, votuam dhe pranuam. Dhe ai është një kongres historik sepse ishin 3 kandidatë, në cilën ishte profesor Recepi, i mbështetur nga grupi Metës edhe një pjesë të atyre mbështetësve aty. Ishte Rama, i cili mbaj mend ka mbajt një super fjalim, sepse në të njëjtën kohë ky kongres koincidonte edhe me kandidimin e tij për kryetar bashkie për mandatin e dytë. Po. Kundër Spartak Ngjellës. Po. Edhe ka qenë një kongres që mbaroi vonë, domethënë mbaroi votimi vonë nga ora 3-4 e mëngjesit. Është ai momenti kur Fatosnano i drejtohet delegatëve me fjalën e tij në orën 3:40 të mëngjesit, që i thotë që i falenderon për votimin për fitoren e tij, dhe që i thotë unë jam Fatosnano dhe prapa vjen historia juaj, domethënë e jone përbashkët, po e bëm me gisht që historia juaj që